Me respektin maksimal njerëzor, po e lexoj pikën e parë në 6. Do të thotë bilanci indikativ vjetor i energjisë hartohet dhe publikohet nga regulatori. Pra dhe hartohet dhe publikohet. Pastaj, po të njëjtin nen, pika 3, thotë hartohet dhe miratohet nga regulatori. Pra, nëse e gjani dikun një regulator që edhe planifikon, edhe harton, edhe miraton punën e vetë, bilancin financiar, bilancin e institucionit, jo, nuk të, lutna. Po mirë, të të pak, edhe nese, si që përhet kolegu, që ashtu që lexoj nuk është, ligji ka një qëllim, avancimin, ligji ka një qëllim, ju e thatë qëllim, harmonizimin me direktivat, ligji ka një qëllim përmirësimin, edhe nëse është ashtu, edhe unë nëse kam shkru që se kam shkru, është gabim. Dhe nëse ministra profesionalisht, pa politik, më thëtë që duhet i njëjti organ me planifiku, me hartu dhe me miratu, unë nuk kam qka komente ligjin më tutje. Pra, në 2 pikat njëjtit nënë thëtë hartem, planifikim dhe miratim. Unë këtë për kërkoj me sharu, nuk për kërkoj me thona o kom mirë i 2016, me pas kom mirë e kështë morë copy-paste krejt jo. Jo keni ardhë me përmisu, pra pse keni kopju di shka të keqe nëse është ashtu. Edhe nëse është ashtu edhe ato për thamë është keq. Dhe a mund t'ja lëm një bordi, nëse mund t'ja dikush tjetër, që edhe planifikon bilancin, edhe harton dhe miraton. Unë prap jam kundër. Nëse ju pajtoheni, ju keni shumicën, mund t'a qëni, po për ju thamë që është keq. Dhe nesër pas nesër, institucione ndërkombëtare, nëse ballafaqoheni, s'kena me pas qare po ballafaqu, që ta s'mundesh mi thonë që është brenda direktives evropiane XY. Që ta nuk e gjanë në direktiva evropiane në mënyrë absolute, që i njëjti organ, as në ekonomi, që jeni përgjegjëse, nuk gjanë mekanizëm institucional që vete harton, vete planifikon dhe vete miraton. Por janë disa nivele profesionale dhe legislative që duhet ta kontrollojmë. Kush e kontrollon atëherë këtë mekanizëm? Ku është kontrolla, ku është transparenca? Po bisedojmë. Unë për i përvoje si ish ministre e industrisë, ndërmarrësisë tregtisë, njoftoj që sikurse regulatori që është organ i pavarur, edhe ministria në rastin ekzekutiv ka pas departmente për analiza, departmente politikë bërëse për analiza, departamente legislative për shqyrtimet e atyre analizave, për hartim të politikave, sepse unë e kom gjetë atë ministri pa asnjë politikë sektoriale dhe në fund ka ardhur në kabinet për miratim. Po mimoza ato që ashtu ta kalon. Po tash nuk ka qenë vetëm mimoza, mimoza ka pas marrëveshjen e stabilizim asociimit. E ka pas çështjen kryesore marrëveshjen e stabilizim asociimit. Por me respektin maksimal, mos na thonë. Jo, vetëm po ta shpjegoj. Nëse kjo thotë çashtu, unë po të njoftoj që regulatori i pavarur e ka një kryeshef ekzekutiv, e ka një departament për mbledhjen e informatave, një departament për mbrojtjen e konsumatorit, ato përfshin proceset e mbledhjes e informatës, analizës, hartimit ose draftimit dhe miratimit. Kështu që mendoj që nuk jeni familjar me hartimin e politikave, sepse si qeveri Kurti nuk kemi gjetë politikat e hartuara asnjëherë për sektorin privat. Ministrisë juaj nuk janë këtu, ne të fol me ministrën e energjisë. Jo, po unë po të tregoj sa është e rëndësishme regulatori i pavarur. Me thonë drejtën. Jo, së shembulli i keq, po ta sqaroj, po e plotësoj dhe po ta sqaroj. Ministre, tu kisha lutë përgjigj mu, sepse nuk e pyeta kryetaren, me të kena çdo javë dhe unë mund ta pyes kryetaren. Përgjigj mu, a pajtohesh me çet koncept? Jo domosdo, po menoj me cilin koncept? Me juve jo domosdo. Me mua di që s'pajtohesh, sepse unë e kam drejt. Dhe në këtë rast nuk më jetë nuk po përshtypja pajtoheni ju personalisht, as kryetaria. Unë po flas për konceptin, për ligjin. Po, shumë mirë, edhe unë po flas dhe për procesin, sepse sektori energjisë ju e dini fort mirë është në krizë. Dhe ju po doni me centralizu, këtu e kam hallin unë. Si që keni centralizu? Po, absolutisht që është në krizë dhe ka arsye pse është në krizë. Regulatori është i pavarur. Po, kjo është temë tjetër. Tash, disa çështje rreth
kësaj. E para, do më thonë, veç për qartësi, kjo ka qenë edhe në ligjin e kaluar që pajtohem me ju, jo do mos do e bën këto të mirë. Mirë, po ju thatë ku keni pas, s'ka kërkon në botë, na i kemi pas këtë rast deri tash. Që t'jemi të qartë, edhe sot është në ligjin aktual. E dyta, pse thash jo do mos do pajtohem me kritikën e juj, si do që tjetë, konsideroj që mundët me u konsideru, mirë po me gjitha të. Janë disa faktorë. E para është që në paragrafin 3, parashihet që metodologjia, rregullat dhe procedurat për përgatitjen e miratimit të bilancit indikativ vjetor të energjisë përcaktohen me akt nënligjor që hartohet dhe miratohet nga regulatori. Dhe ky akt i konsulton, po nuk është as rasti i parë as i fundit. Nëse mleni me përfundu. Mirë, po debatojmë se janë shqetësim ju pse na nuk po. Pastaj, palët e përfshira. Të nderuar, nuk e ke fjalën, e ka fjalën ministri Aris Vanolli. Palët e përfshira në paragrafi 5, pastaj palët e përfshira në përgatitjen e bilancit indikativ vjetor ofrojnë të dhënat në afatin dhe mënyrën e përcaktuar në aktin nënligjor nga paragrafi 3. Dhe hartimi dhe miratimi i një akti nënligjor ose një dokumenti nuk është hera e para se fundit që ndodh. Njëjtë ndodh me secilin akt, pothuajsa me secilin akt nënligjor. Regulatori për shembull harton rregullën për ankesa ose rregullën për shkyqje. Dhe këto janë dokumente të cilat regulatori i harton, i vendos në konsultim publik, edhe operatorët edhe qytetarët kanë mundësi të japin inputet e tyre dhe në fund i miraton. Njëjtë për më tepër në këtë rast të bilancit indikativ vjetor energjetik, edhe ministria e jep opinionin e saj dhe gjithashtu ka edhe konsultime publike. Dhe sigurisht që palët operatorët e tregut të gjithë japin informatat dhe komentet në bazë të përvojave dhe nevojave dhe kushteve të tyre. Pastaj, miratimi dhe hartimi nga një institucion nuk është e re jo veç për regulatorin, edhe aktet nënligjore që parashihen me ligje, edhe ministrit e bëjnë këtë, edhe qeveria e bën këtë, e harton një draft, e vendos në konsultim publik, i merr komentet dhe në fund e miraton ministri ose qeveria varësisht nga niveli siç është i përcaktuar me ligj. Edhe aktualisht është rregulla dhe metodologjia për përgatitjen e bilancave të energjisë elektrike dhe termike dhe mendoj që aty është ai akt nënligjor është pika e duhur ku të gjitha shqetësimet duhet të konsiderohen.